Përshëndetje nxënës, unë jam Hatixhe Mehmeti, pranë shkollës fillore komunale, Kongresi i Manastirit, fshati Llopat, komuna e Kumanovës. Sot së bashku me ju do të punojmë në lëndën e gjuhës shqipe, njësinë mësimore sytë e shkollës. Qëllimet e kësaj ore mësimore janë këto: të lexoni rrjedhshëm dhe sipas intonacionit, ritmit dhe shenjave të pikësimit. Të lexoni sipas roleve pjesën dhe të nxjerrni mesazhin e tekstit. Të tregoni përmbajtjen e pjesës duke u përgjigjur pyetjeve të tekstit. Nxënës të dashur, ju ftoj të hapni librin e leximit në faqen 12. Tani unë do të lexoj tekstin, ndërsa ju do të më përcjellni me vëmendje dhe mundeni të nënvizoni fjalët e panjohura. Sytë e shkollës. Shkolla e fshatit si një zgjua bletësh rrinte në Kodrinë. Fytyrën e kishte kthyer nga dielli, ndërsa derën nga fshati. Rreth e rrotull i rrinin në këmbë disa pemë. Një zog fluturoi me një këngë dhe u ndal në dritare. Në klasë pa mësuesin dhe nxënësit duke lexuar një tregim në fatosi. E zgjati kokën të shoha, mirë po e zuri xhami. Zogu u habit me këtë dorë të tejdukshme që rrinte në mur të shkollës. Kush je ti që s'më lë të hyj në klasë? Pyeti zogu. Unë, dëgjoj një zë të ulët. Po ti, i tha zogu me zë më të lartë. Unë jam dritarja e shkollës. Qeshi me ironi zogu. Dritarja e shkollës. Gjithë ditën e gjatë rri e s'bën asnjë punë. Kush? Pyeti dritarja. Unë? Ti, edhe motrat e tua. Nuk është ashtu, zog. Unë jam mjaft e nevojshme për shkollën. Pa ne, a e sheh këtë mësues me nxënës, nuk do të shkruanin e lexonin asnjë shkronjë. Që të bindesh edhe vetë që po të jap një shembull. Mbylli sytë, o zog. A më sheh mua? Jo, nuk shoh asgjë, vetëm terr. Hapi tash sytë. Më thuaj, ç'rëndësi kanë sytë për trupin tënd? Ju dritaret qenkeshit sytë e shkollës. Po, sytë e shkollës. Më faloj dritare, nga mosdia bëra një gabim. Dhe para se të fluturojë, tha, ju jeni jo vetëm sytë e shkollës, por edhe të fshatit. Pra ky ishte leximi i tekstit. Nxënës, besoj se më keni përcjellur me vëmendje. Tani së bashku do të paraqesim fjalët e panjohura. Fjalë të panjohura e kemi dorë e tejdukshme, që do të thotë dorë e nëpërdukshme që lejon të shihet nëpër të. Si fjalë të panjohur e kemi edhe fjalën ironi. Pra fjala ironi është figurë stilistike që përqesh ose e vën në tallje dikë apo diçka. Kemi fjalën qenkëshit, kjo pra është folja jam. Kemi pastaj fjalën mosdia, që do të thotë padituria. Pasi që e lexuam tekstin dhe zbuluam fjalët e panjohura, do të vazhdojmë
me analizën e tekstit. Ju nxënës e dini se për analizë të teksteve përdorim disa lloje të teknikave. Por unë për këtë orë mësimore kam përzgjedhur teknikën ylli i tregimit. Këtu pra kemi të paraqitur yllin e tregimit, i cili do të na ndihmojë që të analizojmë shkurt dhe qartë tekstin e mësipër. Fillojmë me pyetjen e parë. Kush është në tregim? Pra nxënës, e dini tashmë ju se kush ishte në tregim? Në tregim është shkolla dhe zogu. Vazhdojmë me pyetjen e dytë. Ku zhvillohet ngjarja? Pra, tani më e dim se ku zhvillohet ngjarja. Ngjarja zhvillohet në shkollën e fshatit. Pyetja numër 3. Cilat gjëra të rëndësishme ndodhen? Cilat ishin ato gjëra të rëndësishme që ndodhen pra? Një zog fluturoi dhe u ndal në dritare të shkollës. Aty u zhvillua një bisedë rreth zogut dhe dritares. Vazhdojmë më tutje. A kishte problem? Cili ishte problemi? Dhe si u zgjidh problemi? Pra, si që pam në tekst, se kishte problem, pra po kishte problem, problemi qëndronte aty se zogu dëshironte të hynte brenda në shkolla, por e pengoi dritarja. Si u zgjidh problemi? Problemi u zgjidh atëherë kur zogu e kuptoi se dritaret ishin sytë e shkollës. Cila pjesë e tregimit të pëlqeu? Apo nuk të pëlqeu? Unë kam paraqitur këtë pjesë të tregimit. Më faloj dritare, nga mosdia bëra një gabim. Ju jeni jo vetëm sytë e shkollës, por edhe të fshatit. Ju nxënës mund të shënoni ndonjë pjesë tjetër që ju ka pëlqyer, por mund të shënoni edhe ndonjë pjesë që nuk ju ka pëlqyer. Pra kjo ishte analiza e tekstit përmes teknikës ylli i tregimit. Pra nxënës, gjatë leximit dhe analizës së tekstit, vërejtëm se zhvilloi një bisedë mes shkollës dhe zogut. A ju kujtohet nxënës se çfarë ishte kjo lloj bisede? Pra, kur zhvillohet biseda mes dy personave, këtu kemi të bëjmë me një dialog. Pra, dialogu është biseda që zhvillohet ndërmjet dy ose më shumë personave. Është karakteristikë e gjinisë letrare të dramatikës. Llojet e dramatikës janë drama, tragjedia dhe komedia. Për detyrë shtëpie, do të përgjigjeni në pyetjet nga teksti. Tani do të fillojmë së bashku me leximin dhe sqarimin e pyetjeve. Pyetja e parë: ku ishte vendosur shkolla? Përshkruaje atë. Shkolla ishte vendosur në Kodrin me fytyrë e kthyer nga dielli, ndërsa derën nga fshati, dhe ishte rrethuar me pemë. Pyetja e dytë: kush u afrua te dritarja? Pra nxënës, edhe ju tani më e dini se te dritarja u afrua një zog. Pse zogu nuk hyri brenda? Kush e pengoi? Pra, siç e pam, se zogu nuk mundi të hyjë brenda, pasi që e pengoi dritarja.
Përshkruani dialogun zog dritare. Ju nxënës në fletoret e juaja do të përshkruani nga teksti dialogun mes zogut dhe dritares. Pyetja e radhës: pse ishin të nevojshme dritaret për shkollën? Dritaret ishin të nevojshme sepse pa to do të ishte vetëm terr, pra ata ishin sytë e shkollës. Dhe pyetja e fundit: ç'tha zogu kur e kuptoi rëndësinë e dritares? Pra nxënës edhe ju e dini tani më se zogu kur e kuptoi rëndësinë e dritares, menjëherë i kërkoi falje dritares me fjalët "më faloj dritare, nga mosdia bëra një gabim". Dhe para se të fluturoj zogu, vazhdoi: ju jeni jo vetëm sytë e shkollës, por edhe të fshatit. Nxënës, pra këta ishin për detyrë shtëpie, pyetjet dhe përgjigjet që ju do t'i shënoni në fletoret e juaja. Ju faleminderit për vëmendjen, miru pafshim në orët e radhës.